sakrifica e të gjithë luftëtarëve të UÇK-s. Para 18 vitesh Kosova u shpall shtet, por shumë përpara saj dite Kosova kishte fituar lirinë. I nderuar president Begaj, i nderuar kryetare Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti, shumë i dashur Bacarifat, e gjithë familje Jashari, e nderuar familje Rugova, të nderuar oficer, nën oficer dhe ushtar të FSK-s, të nderuar pjesëtar të policisë së Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve të UÇK-s, shoqata të dala nga lufta e UÇK-s, ambasador nga shtetet mike, të nderuar krerë të institucioneve tona. Në këtë 17 shkurt jemi mbledhur këtu sepse historia na ka ftuar pikrisht në këtë vend. Këtu në këtë vend qëndron monumenti Newborn, shenja identifikuese e shtetit ton, i cili dha kumtin e shumë pritur se Kosova ishte bërë shtet. Në këtë përvjetor do me thënës jemi në rrugën Luan Haradinaj, e cila mban emrin e një luftëtari të shquar, një heroi të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një emër që na kujton se ky shtet u ndërtua nga guximi i atyre që zgjodhen të mos heshtin përballë padrejtësisë. Gjaku i tyre qëndron në themelet e shtetit tonë të pavarur e sovran. Pak metra nga këtu qëndron monumenti Heroinat, një kujtesë fuqishme, por edhe e dhimbshme, për afër 20.000 gra të dhunuara nga regjimi gjenocidal i Serbisë gjatë luftës së vitit 98-99. Ai monument na kujton se plagët që lufta la pas, dhimbjet që nuk shihen gjithmonë, por që jetojnë gjatë në ndërgjegjen tonë kolektive, nuk do të harrohen kurrë. Na kujton se liria ka çmim të lartë dhe se drejtësia për mira të vrarë, për fshi edhe fëmijë, mbetet një obligim i përhershëm i yni. Prandaj sot në këtë hapësirë ku lindja e shtetit, sakrifica e të gjithë luftëtarëve të UÇK-s dhe plagët e luftës qëndrojnë bashkë në një vend, kujtojmë përpjekjen e brezave që u vulos pikrisht në shkurtin e vitit 2008. Para 18 vitesh Kosova u shpall shtet, por shumë përpara saj dite Kosova kishte fituar lirinë. Sot para jush qëndron një republikë 18 vjeçare, e lindur nga sakrifica, e ushqyer nga qëndresa dhe e forcuar nga shpirti i popullit të saj, nga secili prej jush. Kosova është shtet i lirë, i papërkulur, i vendosur për ta mbrojtur lirinë e vet, në çdo pëllëmb të saj. Kosova është republikë e pavarur dhe sovrane, e guximshme, e fortë, krenare dhe me miq të shumtë. Kosova është hapdheu ynë i përhershëm, shtëpia jonë, shpirti ynë e ardhmja jonë e përbashkët. Ne sot përulemi me respekt para gjithë atyre që kontribuan për këtë ditë, para atyre që nuk u dorëzuan, para atyre që qëndruan edhe kur rruga dukej e gjatë por e errët. Ne nderojmë vizionin historik të arkitektit të pavarësisë, aktit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik Ibrahim Rugova, i cili në kohë represioni e mbajti gjallë shpresën, dinjitetin dhe identitetin e popullit tonë, duke e bërë paqen një akt guximi dhe urtësie politike.